Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, Stelina ka vendosur të thyej heshtjen dhe të flas hapur për herë të parë rreth situatave të mbetura pezull jashtë formatit. E ftuar në emisionin Shqipëria Live, ajo ka zbuluar detaje më të thelluara për raportin e saj me Keisin, një marrëdhënie që duket se ende mbart shumë paqartësi emocionale. E pyetur drejt për drejt nëse vazhdon të ketë ndjenja për të, Stelina nuk dha një përgjigje të prerë, duke theksuar se gjendja e saj emocionale është ende e trazuar. Ajo la të kuptohet se eksperienca brenda shtëpisë dhe zhvillimet që ka parë pas daljes se kanë bërë të reflektoj, por jo domosdoshmërisht të qartësohet. Kam parë mjaftueshëm, u shpreh ajo, duke shtuar se nuk është e sigurt për atë që ndjen aktualisht. Nëse do të thoja që kam ndjenja, nuk e di, jam shumë e trazuar. Nuk e di nëse kam ende ndjenja për Keisin. Kjo deklarat la të kuptohet se marrëdhënia e tyre ka kaluar nëpër një periudhë të vështirë, ku emocionet janë përzier me zhgënjim dhe pasiguri. Stelina bëri edhe një krahasim që mori vëmendje, duke përmendur situatën me Sinës dhe Keisit. Sipas saj, ajo që po ndodh mes tyre i duket si një përsëritje e historisë që ajo vetë ka përjetuar me të. Më duket si e njëjta histori, një surprizë 2 javë pasi bëri surprizën për mua, tha ajo, duke nënkuptuar se ndjen një lloj dëvu në gjithë këtë dinamikë. Një tjetër pikë që ajo preku ishte pretendimi se Keisi mendon që ajo e ka sharë. Stelina u shpreh se gjithçka tashmë është e qartë për publikun dhe se vetë Keisi, sipas saj, e ka treguar me veprimet e tij se ku qëndron. Ai e ka treguar vetë ku është dhe ku qëndron, shtoi ajo, duke lënë të kuptohet se nuk ka më vend për sqarime shtesë nga ana e saj. Sa i përket mundësisë për një ribashkim, Stelina ishte kategorike. Ajo e përjashtoi plotësisht këtë skenar, duke theksuar se nuk do të vendoset kurrë në rolin e një personi të tretë në një marrëdhënie. Patjetër që jo. Unë nuk e kam bërë ndonjëherë rolin e të tretës dhe nuk do ta bëj. Kështu që patjetër tërhiqem, deklaroi ajo me vendosmëri. Në fund, Stelina sqaroi edhe një nga temat më të përfolura në rrjet. Një bisedë virale ku dukej sikur ajo pranonte se kishte parë videon e Keisit dhe Inës duke u puthur. Ajo mohoi ta ketë parë videon, duke shpjeguar se përgjigjet në atë bisedë nuk ishin dhënë prej saj personalisht. Sipas Stelinës, menaxherët e llogarisë së saj në Instagram kanë kthyer përgjigje në emrin e saj, çka ka sjellë keqkuptime. Deklaratat e saj duket se kanë hedhur më shumë dritë mbi situatën, por njëkohësisht kanë treguar se historia me saj dhe Keisit mbetet një kapitull emocionalisht i hapur. Edhe pse për Stelinën rikthimi pas duket i pamundur. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.